I ka thënë, o djalosh, unë po t'i mësoj ty disa fjalë, nuk janë i vogël. Ka thënë, ihfadhillaha yahfadhuk. Ruje Allahun azza wa jall. Pra ruje kufit Allahut subhanahu wa ta'ala, e Allahu subhanahu wa ta'ala ka me të rujtë. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruje Allahun azza wa jall dhe kime gjitha të para të jetë. Thot, idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh kërkoj Allahut azza wa jall. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Edhe kur kërkosh ndihmë kërkoj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe vazhdon e i thot, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu. Dije se sikur të gjithë njerëzit të mbledhen për të bërë një të mirë, nuk kanë me ta bërë atë mirë vetëm nëse Allahu azza wa jall të ka shkruar atë mirë për ne. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Dhe nëse ato kanë me umlau, pra ata njerëzit kanë me umlau që me të bëhet një dëm. Nuk kanë më arrit me të bëhet një dëm tjetër vetëm sa që të ka shkruar Allahu azza wa jall, janë ndaj lapsat edhe janë thaflete. Pra sakimi Allahu subhanahu wa ta'ala ka mbaru. Ka kry. Po ashtu thotë një transmetim tjetër në lidhje me këtë hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ala Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah. Njihu me Allahun azza wa jall në rehati dhe ka me të njohur Allahu azza wa jall në vështirësi. Dhe ky është një rregull që muslimani duhet të pasë në jetën e tij. Se kur ai ka me i rritësat Allahu subhanahu wa ta'ala në gjallën e rehatis, Allahu azza wa jall nuk ka mundësi që me hubate në rastin e nevojës kur ai ka me pas nevojë për Allahun azza wa jall. Të cilat janë mënyrat që Kur'ani ose disa për mënyrat që Kur'ani bëhet shkak për shërimin e shpirtit të muslimanit edhe lehtësimin e hallet dhe të brendave të tij. Për të përmendim e para është lidhja e fortë me Allahun azza wa jall. E dyta është kontrolli i emocioneve të njeriu. E treta është durimi ndaj fatkeqësive që i bin muslimanit në jetën e tij. Pika tjetër është më mësuar mu përballë me realitetin që muslimani e ka çdo ditë, është optimizmi, po ashtu edhe largimi nga pesimizmi, sepse muslimani është optimist dhe nuk është pesimist. Dhe po ashtu është me kënë i qetë, me kënë i kënaqur muslimani me veten e tij dhe po ashtu me kënë i kënaqur edhe me besimtarët e tjerë të cilët e shoqënojnë në shoqërinë ku jeton. Rujtja më e madhe që Allahu azza wa jall muhet me i dhënë muslimanit është që me rujt me esë në rrugën e drejtë. Në rrugën u ka esë profeti sallallahu alaihi wasallam. E kjo është mirësia më e madhe, shpërblimi më i madh që Allahu azza wa jall muhet me i dhënë një njeriu. Prandaj muslimani le të qetësohet, le të largojnë ato shqetësime dhe brengat e tij, le të mbështetet tek Allahu azza wa jall, edhe të besojë me bindje të ose caktimi i Allahut azza wa jall nuk mundet të ndryshojë. Është e habishme thot profeti alayhi salam që ishte besimtar. Inna amrahu kulluhu khair. Krejt çështja e tij është e mirë. Po leysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Edhe kjo gjë nuk vetëm besimtarit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë in asabathu sharra'u shakar. Nëse ti nuk i gjë e mirë, ai e falënderon Allahun azza wa jall, fa kana khayran lahu, e kjo gjë është e mirë për ta. Wa in asabathu darra sabar. Nëse vjen një fatkeqësi, duron pra për hir të Allahut azza wa jall, e thot fa kana khayran lahu, edhe kjo është e mirë për ta. Nuk barazohen e mira me të keq që thot Allahu azza wa jall. Idfa' billati hiya ahsan. Të keqen ktheje me të mirë, por se çanol kur e kthen të keqin me të mirë. Na tregon Allahu azza wa jall duke thënë fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Atëherë ai i cili ke armiqësimet e ka me u kthy në mik, jo vetëm mik, por në mik të afërt thot Allahu azza wa jall. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Por përse kush arrin atë? Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, nuk arrin këtë gjë vetëm sa ai i cili bën sabër, më ndurim. Wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim, dhe nuk arrin këtë gjë vetëm sa ai i cili ka një fat të madh, na tregon Allahu azza wa jall. Hadhe edhe problemeve që na kena në jetën e përditshme, Allah subhanahu wa ta'ala i ka bën një ilaç. Ka bëjë një shërim, një kur, me të cilën Allah subhanahu wa ta'ala na i largon ne këto halle dhe këto brengat. Edhe na kena shumë afër këtë zgjidhje, por se shpesh nuk i qasemi, nuk i drejtohemi kësaj zgjidhje.
zgjidhje të cilin Allahu Azza wa Jalla ka bërë shërim për zemrat tona dhe për trupat tona. E kjo është Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur'ani, në anë të cilit Allahu Azza wa Jalla dëshiron zemrën e besimtarit duke bërë këtë zemër të fortë e botën e të palëkunshme, kundër sprovave që i vijnë atij në jetën e tij dhe po ashtu i tregon edhe mënyrën e zgjidhjes së këtyre problemeve. Kurani është një udhërrëfys për të lidhur muslimanin me Allahun subhanahu wa ta'ala, e përmes leximit të Kuranit, përmes studimit të Kuranit, përmes meditimit në ajetet e Allahut Azza wa Jall, krijohet një marrëdhënie e ngushtë mes robit dhe Zotit të vet, mes njeriu dhe mes Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo lidhje shpirtërore i sjell zemrën së besimtarit qetësi, harmoni, rehati, lumtuni. E Kurani në nxit drejt e meditimit në këto ajete duke i dhënë shpirtit një qetësi dhe rehati me caktimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu në nxit drejt veprimit të bindjeve me Allahut azza wa jall, veprave të mira dhe largimit nga gjinohet. Ai na jep një udhëzime të qarta në jetën tonë për ndryshime pozitive dhe po ashtu na ndihmon në kurimin edhe shërimin e shpirtit. Kjo duke mbështetur në shumë prej ajeteve kuranore ku Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: "Qul huwa lilladhina amanu hudaw wa shifa." Thuaj, ai Kurani është udhërrëfys edhe shërim për besimtarët e Allahu azza wa jall. Po ashtu thotë: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Edhe na shpallim për Kur'anit atë që është shërim edhe mëshirë për besimtarët. Allah subhanahu wa ta'ala ne na ka dhënë një peshore. Peshore me anë të së cilës muslimani nuk largohet nga rruga e drejtë dhe udhëzohet për tek kjo rrugë. E kjo peshore është Kur'ani, libri i Allahut azza wa jall, dhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurse cilat janë mënyrat që Kur'ani ose disa për mënyrat që Kur'ani bëhet shkak për shërimin e shpirtit të muslimanit edhe lehtësimin e halleve dhe të brengave të tij. Për të përmendim shkurtimisht dhe do t'i shpjegojmë në vija të gjana, e para është lidhja fort me Allahun azza wa jall. E dyta është kontrolli i emocioneve të njeriu. E treta është durimi ndaj fatkeqësive që i bijnë muslimanit në jetën e tij. Pika tjetër është më mësuar mu përballë me realitetin që muslimani e ka çdo ditë, është optimizmi, po ashtu edhe largimi nga pesimizmi, sepse muslimani është optimist dhe nuk është pesimist. Dhe po ashtu është me kënë i qetë, me kënë i kënaqur muslimani me veten e tij dhe po ashtu me kënë i kënaqur edhe me besimtarët e tjerë të cilët e shoqënojnë në shoqërinë ku jeton. Ne i marrim me radhë. E para është lidhja e fortë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është një gjë bazë në formimin e muslimanit, e cila fillon qysh në fëmijërinë e tij, qysh kur ai është fëmijë. Vazhdon kjo lidhje dhe forcohet me kalimin e kohës duke u rrit muslimani. Për këtë kena bazë ose prej argumenteve më bazike në këtë pikë është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i drejtohet Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, për të cilin pejgamberi selam ka bërë lutje që më mundsu Allahu azza wa jall kuptimin e fesë. I ka thënë: "Ya ghulam inni uallimuka kalimat." I ka thënë: "O djalosh, unë po t'i mësoj ty disa fjalë." Ku kanë i vogël. Ka thënë: "Ihfazillaha yahfaz." Ruaj Allahun azza wa jall. Pra ruaj kufit Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala ka më të ruajt. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaj Allahun azza wa jalla dhe kime gjitha të para të jetë. Idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh kërkoj Allahut azza wa jalla. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Edhe kur kërkosh ndihmë kërkoj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe vazhdon i thotë: "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak." Ndije se sikur të gjithë njerëzit të mbledhen për të bërë një të mirë, nuk kanë me ta bërë atë mirë vetëm nëse Allahu azza wa jall të ka shkruar atë mirë për ne. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk.
rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Dhe nëse ato kanë me umlall, pra ata njerëzit kanë me umlall që me të bëhet një dëm. Nuk kanë më arrit me të bëhet një dëm tjetër vetëm sa që të ka shkruar Allahu Azza wa Jall, janë drejt lapsat edhe janë fafletet. Pra saktimi i Allahut subhanahu wa ta'ala ka mbaruar. Pa kry. Po ashtu thot në një transmetim tjetër në lidhje me këtë hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf 'ala Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah. Njihu me Allahun Azza wa Jall në rehati dhe ka me të njofty Allahu Azza wa Jall në vështirësi. Dhe kjo është një rregull që muslimani duhet të pasë në jetën e tij. Se kur ai ka me i rrit saqet e Allahut subhanahu wa ta'ala në gjendën e rehatisë, Allahu Azza wa Jall nuk ka mundësi që me hubate në rastin e nevojës kur ai ka me pas nevojë për Allahun Azza wa Jall. Dhe vazhdon ai thotë pejgamberi alayhis salam, dije se ajo që nuk të ka ndodhur ty nuk ka pas mundësi me të ndodhë. Dhe ajo që të ka ndodhur ty nuk ka pas mundësi mas me të ndodhë. Dhe dije se fitoria është me durimin dhe largimi i fatkeqësisë, është me fatkeqësinë pra vinë të dyja së bashku të largohet edhe problemi, edhe me vështirësinë është lehtësimi. Pra në këtë hadith i drejtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij djaloshit Abdullah ibn Abbasit me këto porosi të cilat përbajnë në vetveti qëndrimin të saqet të Allahut Azza wa Jall edhe zbatimin e urdhnave të tij. Drejtimin për tek Allahu Azza wa Jall në momentin e nevojës dhe jo vetëm, dhe në momentin e rahatisë. Edhe lutjen edhe adhurimin për kushtimin e kena vetëm kundrejt Allahut Azza wa Jall, duke i thënë idha sa'alta fas'alillah, kur kërkosh kërko vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Ja ka rënjos ti djaloshit tauhidin, veçimin Allahut në adhurim ti djaloshit që qysh nuk ka një vogël. Duke rujt muslimani dispozitat e Allahut Azza wa Jall dhe urdhnat e tij, nalesat e tij, atëherë Allahu Azza wa Jall ne ka me na rujt. Përderisa nuk i shkelim dhe nuk nuk i cënojmë të saqe, që Allahu Azza wa Jall ka me na rujt sepse na ka premtuar këtë gjë. Kur thot Allahu Azza wa Jall, inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Me të vërtetë që Allahu i mbron besimtarët, thot Allahu Azza wa Jall. E kur e kanë komentuar dietarët, ky ajet kuranor kur dietarët e fsirit kanë thënë që Allahu i mbron nga vezveset dhe sherret e shejtanit, i mbron nga kurthet e armiqve dhe të mosbesimtarëve, i mbron nga pasojat e gjunaheve të tyre pra të vetë besimtarëve dhe nga të këqijat që gjenden tek vetë ata. Ndërkohë shpërblimi është si masolloj të veprës që na e bajnë. Nëse na i ruajmë këto dispozita, Allahu Azza wa Jall ka me na rujt edhe ne. Nëse nuk i ruajmë këto dispozita, edhe kena me i humbë këto dispozita, Allahu Azza wa Jall ka me na lënë ne në veten tonë. Edhe rujtja ma e madhe që muhet Allahu Azza wa Jall ne me na rujt është e para edhe ma kryesore është me na rujt që me ecë në rrugën e drejtë. Para se me pa këto hallat edhe brenda me problemet e dunjas. Rujtja ma madhe që Allahu Azza wa Jall muhet me i dhanë muslimanit është që me e rujt me ecë në rrugën e drejtë. Në rrugën ku ka ecë profeti sallallahu alaihi wasallam. E kjo është mirësia ma e madhe, shpërblimi ma i madh që Allahu Azza wa Jall muhet me i dhanë një njeriu. Prandaj muslimani le të qetësohet, le të largojnë ato shqetësimet dhe brendat e tij, le të mbështeten tek Allahu Azza wa Jall, edhe të besojnë me bindjen tonë se caktimi i Allahut Azza wa Jall nuk mundet të ndryshojë. Kjo për sa i përket pikës së parë, lidhjes me Allahun Azza wa Jall. E dyta është kontrolli i emocioneve të njeriu. Besimi tek Allahu Azza wa Jall përhap në zemrën e njeriu qetësi, rahati, knatësi, lumtuni. Allahu Azza wa Jall përmes këtij imanit e ruan muslimanin prej shkaqeve të mërzisë, të frikës dhe të hallave. Allahu Azza wa Jall thotë: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Allahu Azza wa Jall i forcon besimtarët në fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ashtu thotë: "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allahu është ai i cili zbriti qetësinë në zemrat e besimtarëve për t'ia forcuar atyre besimin pas besimit që kishin. Pika e tretë është durimi ndaj fatkeqësive. Në lidhje me mënyrën e durimit dhe qasjen e muslimanit ndaj provave, kena marrë një hutbë të veçantë ose shkurtimisht. Islami na edukon shpirtin e besimtarit që me duru në fatkeqësi që i nodh.
duke përkujtu fjalën e Allahut Azza wa Jall, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ata që durojnë në varfëni, në sëmundje dhe në luftë, e këto janë besimtarët e vërtet, ata që kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Allah subhanahu wa ta'ala kur I përshkruan besimtarët thotë alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Besimtarët janë ata të cilët kur u bjen aty në një fatkeqësi, kur I bjen aty në një sprovë, ata thonë te Allahu jena dhe tek Ai kena për tu kthyer. Besimtari obligohet kur atij vjen një fatkeqësi me durum, me kanë kënaqur me Allahun Azza wa Jall, me atë që I ka dhënë, dhe po ashtu me falënderuar atë, qoftë me gjuhën e tij dhe me veprat e tija. E kretë ky durim, e kjo fatkeqësi që I vjen dhe ky durim që bën komplet është hajër, komplet është e mirë për besimtarin, edhe kjo nuk I nohet skujt tjetër vetëm se besimtarit e Allahut Azza wa Jall. Siç na thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot ajaban li amri al-mu'min. Është e habishme thot profeti alayhi salam që është besimtar. Inna amrahu kulluhu khair. Kretë çështja e tij është e mirë. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. Edhe kjo gjë nuk vetëm besimtarit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë in asabathu sharra'u shakar. Nëse atij nuk I gjë e mirë, ai e falënderon Allahun Azza wa Jall, فكان خيرا له, e kjo gjë është e mirë për ta. Wa in asabathu dharra sabar. Nëse vjen një fatkeqësi, duron pra për hir të Allahut Azza wa Jall, e thot فكان خيرا له, edhe kjo është e mirë për ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Gjematin e rum, pika tjetër ase mos Kur'ani nëna mëson mu përballë me realitetin e përditshëm. Kjo është një shkaqe kryesore që e ruajnë njeriu nga hallet, problemet dhe sprovat që I vijnë, ndërkohë që mediton fjalën e Allahut Azza wa Jall ku thot wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ju mund ta urreni një diçka, ndërkohë që ajo mund të jetë e mirë për ju. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Dhe ndodh që ju mund ta doni një diçka, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din dhe ju nuk e dini, thot Allahu Azza wa Jall. Po ashtu muslimani është optimist, nuk është pesimist. Allahu Azza wa Jall e përshkruan gjendjen e besimtarit duke thënë wala tayasu min rauhillah, mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut Azza wa Jall, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Nuk e humbin shpresën nga mëshira e Allahut Azza wa Jall vetëm se populli mosbesimtar. I qetëson Allahu Azza wa Jall besimtarët sepse edhe I tregon që ai është gjithmonë me ta, me dijen e tij, me përkujdesin e tij, me suksesin që I jep robërve të tij, ata që e lusin atë dhe adhurojnë atë vazhdimisht duke thënë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. E kur të pyesin ti Muhammed robërit e mi, unë jam afër. Thot ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigjem lutjes së atij që më lutet. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Prandaj le të përgjigjen thirrjes time, le të më besojnë mu për të qenë në rrugë të drejtë. Pika e gjashta që muslimani duhet me keni qetë me veten e tij. Islami është I vetmi I cili e bani moshën e pubertetit, e bani moshën e përgjithësisë. Moshën ku fillojnë të shkruhet njeriu e mira dhe e keqja, veprat e tij. Në këtë moshë muslimani fillon dhe prindarinë e jetës së tij, ndërkohë që ka ndërtu disa baza të shnoshta islame gjatë jetës së tij, gjë që manat në shinat në saqet e Allahut Azza wa Jall. E këto e bajnë të aftë atë me kanë kënaqur me vetën e vet si rrjedhoj e besimit të saktë që ka dhe si rrjedhoj e edukimit të shnosht fetar që ka, që është krijuar me kalimin e kohës. E ky besim zgjon atë rrezikën e vet dhe forcon lidhjen me Allahun Azza wa Jall. Po ashtu muslimani din se si me usjell, është I pajtueshëm, bashkëpunon me besimtarë e tjerë, me muslimanë e tjerë.
E me jetu në mesin e muslimanëve është një jetesë e bazuar me bashkëpunimi në mesin e një niketi me vepra të mira. Ku thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." Bashkëpunoni në vepra të mira dhe mos bashkëpunoni në vepra të këqija, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë bashkëpunim po ashtu është edhe falja. Muslimani prej cilësive të tij, besimtari Allahu Azza wa Jall, prej cilësive të tij është që me fal. Falja është rruga e cila rrit dashni në mesin e shoqërisë islame, në mesin e besimtarëve dhe e largon atë urrëtie. E frenon zemrimin edhe kjo falje është shaj devotshmërie. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, edhe me fal është më afër devotshmërisë, thot Allahu Azza wa Jall. Edhe pikërisht këtë falje i gjejmë edhe tek shembujt e sahabëve, shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç ishte shembulli i Abdullah ibn Salamit, i prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditë ishte profeti sallallahu alaihi wasallam duke ndajë me shokët e tij dhe tha që tani ka me dalë një person i cili është prej banorëve të xhennetit. Dhe doli ky Abdullah ibn Salam. Një prej sahabeve, Abdullah ibn Amr ibn As, e njeh këtë personin, e njeh këtë sahabiun, edhe i thotë që unë kam bë fjalë me babën, edhe i kërkon leje më ndaj 3 ditë tek ai, sepse duhet me pa, ndërkohë nuk ishte bërja, por duhet me pa se çfarë veprash kishte ky person për me arrit gradin e këtij personi. Pra që e përgëzoi profeti sallallahu alaihi wasallam me xhennet. Shifne atë qasjen edhe aspiratin e sahabeve. Dote me u bë prej banorëve të xhennetit dhe jo vetëm që dote, por se kishte vullnet edhe vuni në punë këtë vullnet. Nuk mjafton pra vetëm me dashur mirë, por se edhe me kërkuat edhe me mundu. Shkon edhe e vuni re që nuk kishte ndonjë namaz vullnetar të shumë, nuk kishte agjërim të shumë, edhe e pyet këtë sahabiun duke i thënë që kështu ka nohë, edhe unë nuk pash të ti ndonjë vepër, do thënë ju duk sikur vepra ti ishte e pakt. Edhe i thot ky sahabiu Abdullah ibn Salam i drejtohet duke i thënë kur veproj një diçka tjetër shtesë, vetëm se në zemrën tëme, do thënë kur item me fjet, në zemrën e tij nuk kishte ndonjë urrëtie hased, në zemrën e tij për ndonjë musliman edhe kishte fal të gjithë musliman. E kjo ishte arsyeja pse kishte dalluar në mesin e sahabeve. E po ashtu kjo falje ka një efekt tepër të madh në mesin e shoqërisë islame. Pse? Allahu Azza wa Jalla e tregon në Kur'an duke thënë: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah." Nuk barazohet e mira me të keqen, thot Allahu Azza wa Jalla. "Idfa' billati hiya ahsan." Të keqen ktheje me të mirë, por se çano kur e kthen të keqen me të mirë. Na tregon Allahu Azza wa Jalla duke thënë: "Fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim." Atëherë ai i cili ke armiqësimet e ka me u kthy në mik, jo vetëm mik, por në mik të afërt, thot Allahu Azza wa Jall. "Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru." Por përse kush arrin? "Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru." Nuk arrin këtë gjë vetëm se ai i cili bën sabër, më ndurim. "Wa ma yulaqaha illa dhu hadhin 'azim." Dhe nuk arrin këtë gjë vetëm se ai i cili ka një fat të madh, na tregon Allahu Azza wa Jall.